Bernarda Reshpja, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë u shpallet njëra nga sportistët më të mira të vitit 2024 në Shkodër. Është vlerësim për ju? Sigurisht është vlerësim për mu. Herën rrallë parë du me të falenderu ty, Gjergjin, që ke ba mujtë në këtë organizim. Është një vlerësim shumë i bukur, ta rikujten që ke punu fort. Një ceremoni, besoj, interesante, ku mes shumë figurash, ndoshta merr edhe çmimi merr më shumë vlerë. Sigurisht që merr shumë vlerë, ka emocionet moja, por është kënaqësi për mu të jem në mesin e gjithë atyne që kanë kontribu për sportin shkodran. Një çmim që ju dorëzua nga shoqja e ekipit, tashmë trajnerja juaj Medina Mustafa. Duket që ndrimi i brezave është bukur kur të merret edhe një çmim nga një shoqja e ekipit, tashmë trajnere. Sigurisht që është kënaqësi, shoqja e ekipit për këtë vit trajnere dhe jena shumë të lumtur. Si ka qenë në vitin 2024 për Bernarda Reshpjen? Ka qenë një vit shumë i mirë, kena punu fort, kena punu për me realizu objektivat tona, se sa realizohen të është në 2025, nuk e di, por ne kena punu fort 2024. Për dytin vit me radhë jeni pikëqënuesja më e mirë e kampionatit. Është e vështirë të ish më e mirë, duke ditur që në kampionatin shqiptar ka edhe një numër të madh lojtarësh të huaja? Sigurisht është vështirë sepse ka konkurrencë të madhe, ka lodhje të madhe, ka përgjegjësina të mëdha, por puna e atyne trajnerëve të më përparshëm, puna jame ka rriqe me shku në këtë rezultat. Kur një kundërshtar e di se kush është Bernarda Reshpja, natyrisht të gjithë trajnerët marrin masat për ta mbrojtur, për ta markuar. Është më vështirë kjo për ju dhe gjithsesi ju e keni dalë të shënoni shumë pikë. Sigurisht që është shumë vështirë se janë lojtarë shumë të mira në Shqipëri, por eksperjenca jame që në Amerikë ka bë që unë më përgatit për këto lojtarët. Jam nesh me lojtare më të mira se këta Shqipëni sigurisht atje, edhe më ka përgatit një farë mënyre. Një jetë në Shkodër ku jeni protagoniste e sportit, e penduar që bëhet zgjedhjen për të rikthyer në Shqipëri apo keni ende ndonjë peng nga Amerika? Unë jam person që baj si të ndojnë zemra, si me thanë më mirë, dhe unë e kam bë këtë gjallje me, do me thanë, me një menim plot se që du me bë. Nuk jam penu hiq, unë e gjej vetin shumë mirë këto. Edhe jam shumë e kënaqur, nuk është se kam në i pengesë. Sigurisht janë ata pak nasit, do me thanë trajtimet, gjanat që nuk vlerësohet lojtari në Shkodër, sidomos se në ekipet tjera okej, por kjo të pengon pak për me ecë për para, por gjithsesi ne bëjmë, unë për vetë e bëjmë me zemër dhe kam gjetë vetin shumë mirë mes ekipit, mes trajnerë që kena pas, kështu që jam e kënaqur. Ndihesh një person i rëndësishëm në sportin e basketbollit? Njem që kam kontribu shumë, por kam punë shumë me shku tek pjesa që me qytë vetin lojtare shumë mirë, por kam kontribu edhe do të kontriboj, sigurisht. Gjithsesi me këto dy titujt e pikëqënues më të mirë besoj që gradualisht po hynin në historinë e këtij sporti në Shkodër. Ashtu siç kemi përmendur emra të mëdhenj, Xhuli Shestani me radhë të gjithë sportistët e viteve më parshme, besoj që edhe emri Bernarda Reshpjes tashmë do të jetë i shkruar në historinë e sportit në basketbollit në Shkodër. Shpresoj ta kem këtë vlerësim, është kënaqësi shumë e madhe për mua, por kam nevojë me punu shumë, kam nevojë me lujt më shumë që të kem rezultate edhe më të mira, pse jo. Çfarë presim nga viti 2025 për ju? Për mu du me kontribu në ekipin edhe me pas rezultatet mira, se që a bjen 2025 a shumë heret, por do të punoj fort, do të punojmë fort bashkë me ekipin që me majtë venin që kena majtë edhe vitin e kalu. Mund t'jetë sërish Bernarda Reshpje për 30 vit me radhë pikëqënuese me mirë kampionatit? Shpresoj, ju them se po, do të mundohem, nuk e dihet, por unë do të mundohem, do të përpjekim që ta maj këtë vlerësim që ma është dhënë. Ju keni edhe një jetë personale, megjithatë sa e vështirë është sot të merresh me sport?
Është shumë e vështirë edhe kur nuk të vlerësohet aty ku duhet. Nëse ne kishim marrë një vlerësim bajagit mall, atëherë sigurisht që do të ishte edhe më lehtë, por nuk lejon me ballë punë tjetër, nuk lejon sepse don përkushtim, ka të emocionet e veta që nuk lajnë mu përqendru në një punë tjetër që më arrit me jetu këto në Shkodër. Por kjo është realiteti, s'kena që me bë. Kush është personi që më mbështet më fort? Unë nuk kam vetëm një, kam shumë, është familja, është sigurisht bashorti, familja bashorti që më mbështesin shumë, pranierët, shoqëria, kështu që janë shumë që më mbështesin edhe i falenderoj shumë për këtë gjë. Kritiku më i madh për ju? Kritiku më i madh për mua është mami eme, që ajo gjithmonë mas neshjeve thotë mirë, por pse se bane këtë, po pse gjujta aty, po pse... Që që të jep një motivim ma për ma tej. Dhe këto kritika besoj që i bëjnë mirë? Sigurisht që më bëjnë mirë, sigurisht vjen nga një person që më ka njeh që nga hapat e para, edhe e di që e don të mirën teme edhe e di që përpiqet për të mirën teme. Çmimin e më të mirës së vitit 2024, kujt e dedikoni? Ja dedikoj gjithë tyre që thash, familjes, bashortit, shoqërisë edhe trajnerës, lojtarëve të ekipit që kena punu fort edhe më kanë ndihmu për ma arrit mu këtë qëllim. E shihni veten gjatë në basketboll, në sport? Sigurisht, unë e shoh veten shumë gjatë, unë e shoh veten që kur mos më shput për sportit, si lojtare, si trajnere, si me kontribu sa më shumë në sporte. Përmendet fjalën trajnere, në fakt që kemi parë në aspektet ndryshme duke stërvitur me dëshirë disa fëmijë të vegjël. Është kjo ndoshta edhe një tjetër pasion i Bernadës? Sigurisht që është një pasion i jemi, mu më pëlqen, domethënë basketbolli është për mu njep një adrenalin që nuk e marrën as në sporte tjera, as në një aktivitet tjetër, kështu që unë e bëj me gjithë dëshirë dhe shpresoj të jeti më përpara në këtë aspekt. Oferta çdo vit, megjithatë edhe pak knatësi për trajtimin në Shkodër, por ju vërtoni të jeni pjesë e vllaznisë. Pse? Kjo është një pyetje shumë e bukur, unë kam marrë në fakt oferta të ndryshme, i kam konsideru, jam përpjek me bë maksimumin në ekipin që jam, por e di që edhe mund të kontriboj shumë në ekipe tjera, por unë zgjelli vllazninë sepse më jep një nostalgji shumë veçantë dhe njihem shumë mirë me ekipin në Shkodër, por shpresoj që të ndryshojnë gjanat, sepse kjo mban mu me menu edhe shumë gjana tjera për të ardhmen teme, se unë jam e re në moshë, që kam shumë për me ecë përpara. Shpresoj të bëhen ndryshime, sepse në këtë lloj mënyre, basketbolli, sidomos i femnave në Shkodër, po shkon shumë poshtë, edhe nuk ka, domethënë vjen shumë keq për këtë pjesë. Një orim për sportin shkodran për vitin 2025? Çfarë i premtoni dhe çfarë dëshironi të arrini në sportin në Shkodër? Cili është urimi juaj? Unë sigurisht unë i premtoj që do të jap maksimumin çdo neshje, çdo stërvitje, do të mundohem me gjitha që kam unë aspektet e mia që të arrij me kontribu edhe me pas një rezultat sa më të mirë ashtu si për veti, por edhe si për ekipin. Bernada, faleminderit. Faleminderit juve.